Arrestohet autori vrasjes së shqiptarit në Greqi, 41 vjeçari, para se të ndronte jetë, telefonoi gruan dhe i tregoi emrin. Policia greke ka arrestuar autorin e dyshuar të vrasjes së 41 vjeçarit shqiptar Altin Arapaj në zonën e Rafinës. Sipas informacioneve bëhet fjalë për një 49 vjeçar shqiptar, Mikel Selima, i cili u gjet në një shtëpi në Glikanera pasi kontrolloi dhe gjeti makinën në të cilën ndodhi krimi, brenda së cilës u gjet gjak dhe gëzhoj. Sipas informacioneve nga mediat greke, ngjarja ka ndodhur të mërkurën në mëngjes, kur gruaja e viktimës kontaktoi autoritetet dhe i shpjegoi se 41 vjeçari telefonoi dhe i tha se një person specifik, të cilin ajo përmendi, e kishte qelluar në fytyrë duke i kërkuar asaj të përpiqej ta gjente. Nga hetimet rezultoi se autori i krimit, viktima dhe 2 persona të tjerë u takuan të martën e kaluar në mbrëmje në Artemid. Më pas, ata hipën në një makinë të drejtuar nga personi përmendur nga viktima si autor dhe ndaluan për disa minuta në kryqëzimin e rrugëve Pefkon dhe Arionos në Rafin. Më pas, autori nxori një armë dhe qelloi viktimën në fytyrë, konkretisht në faqe. 41 vjeçari u largua nga vendi i ngjarjes në këmbë, arriti të telefononte gruan e tij dhe t'i thoshte se ishte qelluar me armë zjarri dhe më pas ndroi jetë. Autori i krimit u aratis me makinë. Duhet theksuar se autori dhe viktima kanë qenë në duart e autoriteteve për raste droge.